Kryetari i Partisë Mundësia, Agron Shehaj dhe Ministri i Bujqësisë Andis Salla kanë zhvilluar interpelancë këtë të njëjtë në lidhje me fondet për bujqësinë. Shehaj pyeti sepse nuk kanë nisur ende aplikimet për shpërndarjen e fondeve të fermerëve dhe kush është pengesë për këtë mosfillesë, ministria apo korrupsioni i Akshit. Drejtuar ministrit të bujqësisë, Shehaj tha se shpreson që të jenë vjedhur vetëm fondet e IPARD dhe jo ato të skemës. Ju po ashtu nga fundi marsit dole dhe thatë që skemën e naftës do ta mbyllnit sepse nuk ishte efektive dhe keni nxjerrë një skem tjetër, një quajtur skem kombëtare, rreth 25 milion euro që duhet të shkojnë tek fermerët. Tani, sa? 52, dakor, 52. Por në lidhje dhe me këtë zbatimin dhe shpërndarjen e këtyre 52 milion euro, se tani ne shpresojmë që ju keni vjedhur vetëm paratë e Bashkimit Evropian, mos vidhin dhe këto 52 milion euro, pavarësisht se rrallë shumë e vështirë që kjo gjë të ndodhi. Nuk ka filluar akoma aplikimi. Jemi në fund të majit. Nuk ka filluar akoma, flas për çfarë kemi tani, ku jemi, në çfarë pikë jemi. Sot që flasim, nuk e di nëse kjo varet, edhe këtë doja të pyesja dhe të dija, varet nga mungesa e udhëzimit të ministrisë apo varet nga fakti që Akshi është i pushtuar nga një bandë kriminale dhe i Albania është e pamundur dhe shumë e vështirë që të aksesohet nga qytetarët shqiptarë. Nga ana tjetër, Salla në përgjigje ndaj Shehaj tha se nuk mund të zhvillohet interpelancë për fondet e IPARD pasi është çështje në hetim, ndërsa për sa i përket skemës së re për mbështetjen e fermerëve, Salla bëri me dije se aplikimet fillojnë më 25 maj. Ajo që bëjmë me dije është që do të ofrojmë instrumentet tona me logjikën europiane të mbështetjes me shumë pagesa direkte, me shumë lidhje me standardet, me shumë zgjidhje për prodhimin e qëndrueshëm dhe me shumë mbështetje për investime. Buxheti fillestar i planifikuar për vitin 2026 për këtë skemë është 5.2 miliard lekë, me mundësi për shtesat e tjera fondesh gjatë vitit. Pra mbështetja nuk po ulet, por po rritet me një prioritet më të mirë dhe po lihet më fort për objektivat dhe zhvillimit e sektorit. Siç e theksova, skema kombëtare e këtij viti është rikonceptuar dhe synon të parafrohet me modelet që zbatohen aktualisht në vendet e Bashkimit Evropian, veçanërisht në komponentin e pagesave direkte. Në këtë kontekst, nafta për punimet e makinizuara nuk konsiderohet si pagesë direkte, por si çështje që adresohet me politikat fiskale. Mëtej, Salla deklaroi se fermerët do të përfitojnë gjithashtu nga një mbështetje shtesë për 10% të faturës për produktet bektorale të shitura prej tyre.